fundi i vitit 1944 dhe fillim viti 1945 po paralajmëronin fitoren përfundimtare të forcave aleate mbi fashizmin. Luftës së dytë botërore po i vinte fundi, ndërsa fuqitë e mëdha tashmë po e ndanin botën në dy bloqe, në lindje dhe në perëndim. Në Ballkanin e trazuar po krijohej e ashtë quajtura Jugosllavia e Titos, vazhdimsi e mbretërisë serbo-kroato-slovene. Në këtë raport forcash, Shqipëria dhe shqiptarët pos që u falën kampit sovjetik, po coptoheshin e po ricoptoheshin edhe një herë. Vetë shqiptarët, si jo histori, ndahen në aspirimet e tyre. Lëvizja partizane me Enver Hoxhën në Shqipëri dhe Fadil Hoxhën në Kosovë, që ideologji pati komunizmin e vllazërim bashkimin e barazinë e popujve dhe lëvizja nacionaliste për Shqipërinë etnike udhëhequr nga Shaban Polluzha, Mulla Idris Gjilani e krerë të tjerë. Këta dy krah s'arritën të pajtoheshin përkundër takimeve e përpjekjeve. Kështu, fundi i fashizmit në Europë, në Kosovë dhe toka tjera shqip solli një luftë të re, luftën për liri dhe bashkim kombëtar. Tërpeza, ky vend banim burra shepik. Kjo copë, atë dhe që krahas Drenicës së Shaban Polluzhës, Karadakut, Gollakut e Gjilanit të Mulla Idrisit, u bë vatër e luftës për Shqipërinë etnike. Ky vend që lindi Hysen Tërpezën, komandantin e vullnetarëve të lirisë, e kishte provuar të ishte Shqipëri, ndaj spajtohej dot me ideologjinë komuniste, vllazërim bashkimin dhe çfarëdo lidhjeje tjetër posfqinësore vllavët. Tërpeza është prej 4 vllazëve: Cakaj, Balaj, Hajra edhe Syla. Jonën Berisha edhe Quqa thonë është jartë, na e dim që është jartë, këta thonë si jenatartë, na e dim që është jartë edhe Quqa. Dëshmori për 878 në visyrës të Bëtrikës Bislin Sakiqi. Do më thonë kanë filluar gjitha periudhat Shenkon deri në 1945. Hyseni u konë komandant të shtabit përgjithshëm për mbrojtjen e kufeve të Shqipërisë etnike me bashkë luftetarët e tij: Bafti Tërpeza, Haki Tërpeza, Ahmet Tërpeza, Hajrullah Tërpeza, Hajriz Teza, Emin Tërpeza edhe Ejup Tërpeza. Ejupi është i Shanaviqe, do më thonë Syla i Pasha o thirë, i Shabanaviqe, Emini edhe Hajriz janë lagjës Quqajve, qetkaj. Bashkëpunëtor të Hysenit më të afmit u konë Bafti Rashid Hajdari, Hajrullah Martezi, Haki Idrizi, Ahmet Ibrahimi. Trupreja e ka pas Bafti Rashid Hajdari në Saqip Karrani në kur u konë kryetar në komunën e Pazharanit, ata ka pasën në uniformën fotografitë të tyne. Hysen Tërpeza ka pasën me Barjoq Gjaklin, Adem Vlla, Hasan Alijen e shumë shokë të tjerë. Nuk kanë mund me bo marrëveshje, se ky e ka lypë më konë komunist, po më konë në Tiranë e jo në Beograd. Për bashkimin e trojev, më konë një Shqipëri etnike, jo 6 shtetë. Tita kish pasqit një fjalë, një njeri që i ka durët e pasra, duhet më kthy shpesë e nuk e prej kërkosh. Atëre, Hysen Tërpeza e kam lidhë të gjithë luftetarët e lirisë në vendin e quajtur Livadhi Kupinës, dhe ju ka marrë fjalim, ju ka thonë: vllazën, kush do me nejt në tre, kush mos do me nejt në tes, secili e di vetveten, mos uni na mua qafi Hysen Tërpeza. Për takimeve që Hysen Tërpeza zhvilloi me Fadil Hoxhën dhe krerë të tjerë të lëvizjes komuniste në Kosovë, nuk arritën të merren vesh. Si rezultat, ai me vullnetarët e tij, për të mos lejuar zgjerimin e forcave partizane, vendos të sulmoj Ferizajin, ndërsa pak më vonë Mulla Idris Gjilani do të sulmoj Gjilanin. Kur venu majnë në Tërpezë, i thonë të rafinat, stanica e policisë e konë atë, që aty e kanë marrë qëndrimin, janë konë mbi 2500 vetë, vendizojt, edhe ju nisën me 1 dhjetor, 1944 i kanë rrë Ferizajt. Për Tërpezës ka pas shumë punë piceki do talë që janë pak mangat, o konë gjithë që ta shaj përmena, Baftia, Hajrullaj, Ahmeti, Hakia, ka pas Regjepe, Jupe, du më thonë Tërpezës në konë 33-4. Këta kanë pas fitu luftën në Ferizaj që i patin qitë peshkirat e barë sërbët edhe ishin konë pas dërzu. Teri ka nërë brigadat për Gilanit. Kur ka nërë brigadat e Abdullah Prishes, tesha kontare, flamurat kontar, e të nuk konë patriotike, aja konën për me i trestu që ata njerës, atere ka orë një shumicë e modhe partizanve edhe i kanë thy këta të gjëndërzu. Qëtë ju vërë marrën Bajrami me 1 dhjetor,
1944 në luftën e Frizojt. Në luftë Frizojt, ai e ka mojt aty kur kisha e katolikëve në bitë, aty të ne ka rok me të relozë e ka këput. Pas mos suksesit të luftës në Ferizaj, luftëtarët e hysen tërpezës në male, në beteja të vazhdueshme, në luftra dhe rënje të vazhdueshme. Me 10 maj, nëse ka boshet që do, për që ashtu është, u vro Ejub Salihi në fshatin Zllatar, ballë për ballë me Partizan. Ka qenë me Fazilin një kohë të këteri se ka thonë ai që me Beograd për në shku, ka thonë me Beograd jo, pa me Prizren në Shqipni. Jo në mëno, për nësi që këmë të kuj pushkën, që me ty. Jo më shku me nëzirë babën, se kanë pas në njën për një qatë brigadë, sa e kanë maru, borën e kësë e kanë pas maru, po nuk e lejuën me orë. Këtu, sa i ka ro me shkelëm, të prapë, a i thë u rëthu më orë. O konë të këtë një ndonë i armatusën. A ka pas shkollën në Serbia, si ka pas të 4 vjeqarën. Me shku në Zllatar me vetë ka dhoj. Se çfarë luftë ka bo një njeri. Mas më omi, për mos më zonë i gjohë, se 2 pluma i ka pas. Një ka pas në skjetër, 2 qitë bumë. Edhe një ka pas në barkë. Aja në shkuën, nuk e ka ljonë me nëzirë. Me një gjyshe më shku e gjyke e kohë. E shtin shumë dorën të e dikon të sot, e ka urën sket një gare që i ka 2 gurë të mërt aty, shkruan aty, që kundra okupatorit. Më 29 tetor 1945 do t'jetë një ditë e kopshme për luftëtarët e Tërpezës dhe Hysen Tërpezën. Në 29 tetor 1945 u vro Fazli Hajdari për ndryshe Agja Jon. Të njëjtën datë u plagos për vdekje edhe i vllai i Hysenit Adem Said Alia. Me 27, me 28 tetor kena bën luftat mëdha për Tërpezë. I na kon të lodhën, kur kena dalë me 20 orë, ne quajtur Lugi Bujashka, i na ul të gjithë për me pushu. I na kon të lodhën më shumë për bokse pi luftës. Fazlia kish pas zanat, edhe tharakën kukë shpinës. Kur përshajke edhe e ka një tokën të kursit. Partizan shtabën e kishin pas të në kësish. Qetra brigade kish pasën në Slakos të Rajm Rashiti. Komandant e kanë pas Slaf Masleshin e Sodovinës. Fazlia e ka një tokën dhe ju ka thonë, thot, u rrëthekum. Këta i kanë thonë, unë gjonë të kalujnë se i në të ljath krejt. U qunë kom, i ka pa partizant në dërthim Slakos që thot, valla e krisa luftë. Këta i kanë thonë, ma, se i në të ljath në të kalujnë. Marë thot që të madhë njëm të parë në ngritë pushjes. U qosin të i kanë orë nga atë, kur ka orë nga atë, sefte ka vra komisari me gjithë kali edhe 6 partizan tjerë. Një shqiptarë konë mesin e tyre me emrin Hajriz, Islam Hajrizi, ka bërtit në atë flak pushës, ka thonë, o, mësë më vraj bre, thëtë se jëmë shqiptarë. Jo, thë bërë zotëris, kena dalë me vra shqiptarë, për jeshta për Serbi jemi të lindëna. E kanë zona shqiptarë, gjallë, i ka marrë dokumenta që e ka pas me veti, nuk pak, oga thëke, nuk mujë me thonë beras gjësore, asë një orë jena rrëtheku në triangë. Jashta gryken e përsedelit e kena pas qelë. Lufta ka kërsi, ma lazezish më shef mas gurve, edhe ku ju kena afru nga atë, ka bërtit një zatë madhë, thët, qumë bre shqiptar burë me burë dhe në mjekdan, atere Fazlia sa kjo fjali ranë vesh edhe qumë kom. I ka thonë shkave del, bre shkave shines ku je, jënë qumë balë për balë të dy push kanë kërsit për nere, shkave e ka rënë kry, Fazlia e ka rënë gjyks dhe ka në rënë tokë. Si mas fjallet babës, ta kom shku në kom e ndur, ju kom afru gjë jo udhës edhe kom zonë të gjallë. Ranasi i shkon t'ju ka në flak, 2 buma i ka pas në Ranas, ja ku mjek Ranasin, ja ku mjek bumat, ka thonë vrajë mësë më letë të gjallë. Vrajë më thë se ty të bëj halal, dashi zotit dhe lëshej shpyrti. E ku mund në shërvete, ja ku më qitë për ftyre, kur jam drejtu, partizantë vesh 3 rana ishin kanë rrëthu, ne kanë rrëtheku me bumat Fazlijës, e ka thuj frontin. I mora tha do buma aty, i shpon straj saj, bëfat. I puta që buma, pështrova dha. Shtiri shkon me rok plumi, bafti je po të ka të zaj që do. Edhe ja kam sy mi u bashkan gjitë forsa luftaroket veta, 4 pluma i ka pas në tesha, 1 ka pas në kaposh, 5 në trup se ka prej kas 1. Edhe kur ka shku, mojet përsedelit, u taku me Hysenin, edhe i ka kalzu, Hysen Tërpezës kush ploti si ka pa kur përves se qatë dit, që u vro Fazlia. Shka kanë po partizant, e kanë morë Fazlin, e kanë mërgu në kerë, e kanë punu me Pozhoran. Kur e kanë punu Pozhoran para gjamiës, Pozhorani asnjë nuk e ka prenu se kjo ky njeri. Një prej ty në thëtë, qënë për Tërpezë, se kjo është i Tërpezës. 3 ditë e kanë mojtë në Pozhoran brebas.
mas 3 dite e kanë hypë me një kerë. Në këtë qiflau keni ataku në gjenozën e Fazlijës. Nëna thonë e njofta edhe Janisa po kaj, një partizan më afru. Tha ka zë kush o kë njeri. Thonë e njofta konotin po zguzesha me prenu, se nuk për një, pse po kanë. Po kaj thot për fatin e thmive se jam të ditë këni të në qu. Atere ka morë altijën, ja ka shtin gojë dhe ka thonë, ose ka zë ose vajte me këtë thmive. Rëm të një. Nëna e seni, Lazemine, ka kësy pikerit në tokë. Ka shku të gjenozja Fazlijës, 3 herë i kam shu ftyrës dhe i ka thonë, o Fazli o birë, halalt kov gjini i nënës Rabi, se ki liftu së kur burët me push në dorë e jo së kur të qena me gro edhe me thmi. Shkali ka sjell, atë edhe i ka thonë, ka zëthët kuj ki Jusini. Po thët bërën ta moj shkon që ta mole për mi tërpez, lifta me burra e ju me neve. E prunëm, e i shkon vra në presedel, e vlavjat e kanë brojtat, e ka rujtë, se i shkon pak gjallë, pak, e këta qertë jenë në bajt, jenë shku në Slakafës. E kë ka nejtë tëri që i ka dalë shpyrti. E kanë qu shpiqërimit, kanë shku me amaruarën e Gjep Shabani, Jakub Azizi, Tefik Arifi, Murat Maliq. Kur kanë shku të vorët, disa komunistat të Serbë dhe Shqiptarë, nuk i kanë leju me amaru vorën në mesën e vorë, por e kanë qitë 50 metra largë vareza edhe kanë shtinu dhe. 25 vjetë a i vorë u konë i dalonë se në atë ko që si të rëtërë. Me 29 tetor 1945, beteja e Tërpezës është e shënune në histori. Aja ditë u konë me fështira për familjet e tona. Qa ditë u vra Fazli Rashid Hajdari, qa ditë u plagos për vdekje Adem Sa Italia, qa denit, qa ditë shpia Baftijës, qa ditë kanë marë 6 familje në kanë qunë me burgjët e Gilanit. Edhe a ditë i kanë marë syrgën, krejt rapë të Basit Bafti, dë Basit Fazli, dë Basit Hysen, ta jetit, ta Irullajt, ta Akijës, që e për me të Minquqës. Po vetëm se jemi familje balista, për që se në kurqa. Në marë gjyshin, Selimin, gjysha Nuri, dhe nëna Rifadia, Ola Nagjia, nëna Mustafës së kone. Ajo konë 10 vjeqare, unë jem konë 1 vjeqare, 12 muj, hala pa i ba 11 muj. I kom pas, na kanë marë në borgë. Burgjët e Gilanit, mas shumë të kanë anet pa bukse me 1 vjetë të gjyqë më konë atere, veç që mas shallëve të nënës po shkaj. Mas plaki o konë Lim Mërtezi, me këtë familjen e vetë. Aisha ka mujtë diçka, bukë s'ka nësë. Kush ka mujtë me punu diçka në e bukë këlla mojtë, kush ka punu vështirë o kanë shumë, kena vujtë shumë, pa hongër, pa pi, edhe tha hinë kërë një thike kuj keni burra, pëse s'pe bini këtu në dinë që në zerrin, kena qëmru, thëni farfjallë su kur mosa në tërves. Na kanë qu në burgën e Gilanit, na kanë mojtë këtë troqë, ka pasë pionët Gilanit shumë, i fshatrat Gilanit pas, mrena 100 vetë, jemi konë me një ndërtesë. Këtë atë troqë kemi fjetë, konë edhe gruja më laj dridit me të qikë. Na kemi netë aty mujë që në borgë, 5 mujë 2 javë. Pe atyt na kanë qënë të një Ferizaj, kemi netë 2 javë, 3 gati në Ferizaj. Tani pe atyt në Lshun neve. Burgu, djegjet e persekutimet si presion që vullnetarët e lirisë të dorëzoheshin nuk prodhoi efekt. Ndaj, partizanët torturojnë e pushkatojnë burra e të rinj që në Tërpez, si hakmarrje, detyrim e presion për t'u dorëzuar apo për t'u larguar nga dheu. Qunë 5 Serbë, prej Novoselës kanë marrë në Tërpez, kanë shku e kanë marrë misimin, e kanë marrë Saqip Mërtezin, Saqipi u konë ri 16 vjeqarë, edhe kur ka dalë në natina, ka thonë nuk e kom hajrollarin këto. Mirë, thëtë binaj Saqipin, po Saqipi thëtë fëmijët qa për ju vynë. Saqipi në atë kohë ka dalë, minë nënë për jashta edhe kanë marrë, për Saqipit kanë marrë dhe kanë marrë. Ale e gushin, haki Hajdarin edhe kanë shku te Ajet Hajdari. Ajeti ka dalë, e kanë mu armën në gjyks edhe kanë marrë për para. Do me thonë, Ajet Hajdari ka shku, mëni ka math një dath edhe pa ka posh një krye, e kanë shku në Pozhëran, 8-5. Në natina, ju ka shku për mrapa deri të qeshmja, kur e ka pa duna, o këthuj edhe ka ra me dymqyk pushke edhe ka qitë pa vedin tokë. Kanë qunë në Pozhëran, i kanë mojtë një kohë, me thonë 2-3 orë, ma shumë se kanë mojtë të njëtin ditë, edhe me shku për rrugë kryesore, nuk kanë mujtë, e kanë lako udhën e mjetë Pozhëranit, mjonë në Ngoshiz, në viti kam qenë botë në të negatë,
rejtore konë shqiptar, pa dhënë vi Saboj i kanë mori kanë qunë Gjilan. Me 6 januar 1945 këta i kanë bërë Gjilan. Takimi dhe përpjekja e fundit që forcat partizane të afrohen me forcat e Ysen Tërpezës ndodhi në Tërnil të Ferizajt. Në të vërtetë ky takim ishte më shumë urdhër që luftëtarët e Ysen Tërpezës dhe vetë ai të dorëzoheshin. Ali Shukria, Shefqet Peqi, Shaban Kajtazi edhe Bogoljub Nedelkoviqi kanë marrë në odën e Rahim Grajincës në Tërnil. Edhe kanë shkruar një letër për me ia çuar Ysen Tërpezës në mal, për më dorëzu. Atëherë Rahim Grajinca e ka pas gjarin e tina, u konë brigadë me Ysen Tërpezën Brem Tërnilla. Nuk ka guxu me marrë s'disa, atëherë fuqia e bën atë vetën, e ka marrë, po kush më jashtë. Kanë marrë Qerim Leskosin, Hyseni e ka pas edhe shok, edhe mik. Ato, Shaban Kajtazi e kanë shkuar në mal. Kur kanë shkuar në mal janë taku me Hysenin, edhe kanë thonë kena ardhur me të thirr, se janë të thirr dy burrat të fortë që përfaqësojnë dy shtete. Thot Ali Shukria përfaqëson Beogradin, a Shefqet Peqi e përfaqëson Tiranën. Ju e thotë unë nuk vi, unë jam të luftu kur e sot me ardh me ta me bisedu, thotë nuk më ardh. Shaban Kajtazi quhet thotë Ysen Tërpeza, ishte na kena bes për shka s'po vjen. Hyseni të i kishë pasur kjo fjallë ronë, thotë ju thotë në më pastus kisha dalë me liftu kuna 20 milionë. Edhe ju ka thonë, kush është me mu që në kam. Kresë qëp janë që për nere, i ka zgjedhë 7 mirë të vetë, në rëndë, po i ka marrë kur të vetë. O konë Herullah Tërpeza, Baftit Tërpeza, Ahmet Tërpeza, Tuf Dubova, Cien Gilani, edhe aburi i konë plot me partizan. Kuna pa neve ata u qudete, në atë armaturës në Tiranë, po partizan s'kishin pas dije. Në odjen konë Shefqet Peqi, Ali Shukria, Shaban Kajtazi edhe Bogoljub Nedelkoviqi. Ka dollë Ali Shukria nder edhe ju ka thonë mirë se erdhë zotëri Tërpeza. Përgjigjet thotë mirë, ka një mrena. Nder të odës i kalon ka dy rejtare. Nder u konën Baftit Tërpeza me Ahmet Tërpeza edhe 2 serbë. Kur ka një mrena në odë, Ali Shukria ka thonë din balta gjakit. Hyseni ka thonë nuk muj me dalë, se nuk e kun fitu alo shtetin tem. Edhe i kanë pish pak shkelt aty, dikur e kanë dalë komunistat në qash, këta kanë mirë të dera. Kur i ka thonën Ali Shukria, dërzev, ma mirë bje se lufta ka përfundu mo, Gjermania ka kapitolu. Edhe Amerika Moskva me unimu Hyseni thotë, po dërzona, po ta di ku po jetë Kosova. Thotë s'ka rëndësi ku jetë Kosova, ndesh me Beograd, ndesh me Tiranë. Thotë na janë vllaznu me vllaznë serb. O Ali Shukri thotë nuk po vjen keq për Bogoljubit, që po na shkep cigare se ky e ka për interesat e veta, po po vjen keq ti si shqiptar. Duhesh ta dish që shka vëllai nuk bëhet kurrë. Po ka marrë një ditë që historia ka më zgjiku. Shefqet Peqi, zotëri Tërpeza thotë dërzam ndesh me ta fal jetën. Hyseni, kush je thotë ti që fal jetat njerëzve? Thotë dërzam se edhe thiri shokët e tu në të vinë këtu se përndryshe ti piktuit nuk del. Atëherë s'ka bën një dy, e ka çu dorën alti, e kanë zërë, e ka shtinë ngro fytyrë Shefqet Peqit, kur e ka kthy krytkadera keq shok janë kon dashëm. Sipas fjalëve të babës tam dy rejtar, ta kena desh për mini, ja të na moralmet, i kena shtinë nët, Ali Shukria u dorëzu, edhe ka inë në mjet dy parëve. Edhe ju ka drejtu Hysenit me këta fjalë, thotë, a mund të zotëri Tërpeza, pash flamurin që i lufton për ta, në le dorën se ku më të çu aty këtë ku marr. Me besë ku marr, me besë ku më të çu. Këta janë bëjt, kanë dalë ka qoshi, këta komunistat i kanë qitë kadera, ka dalë nder, ju ka bërtit të gjithë aty në partizanëve në gjuhën serbe mirë në. Thotë jena të i marë, i kena marë, e kena një qu ku i kena marë. Me besë i kena marë, me besë i kena qu. I kanë marë për ra, Shukrin, Shefqet Peqin, Shaban Kajtazin, Bogoljub Nedelkoviqin, terin molet e Mirashit. Kur ka shku në këtë molet, Haki Idrisi ka desh mikro të katërit, po nuk e kalon një sene dhe baftia të jo se jesë me të rëthar, e kanë bashkëgjit forcat vetë. Në rrethanat të tilla, Ysen Tërpeza dhe luftëtarë të tjerë të lëvizjes për bashkim kombëtar shohin në lufta kishte mbaruar. Ata tani marrin rrugën vështirë të syrgjënosjes, duke u shpërndar gjithandej botës. Me 29 tetor, 45, dita e fundit u konë në molet e Tërpezës. A ditë edhe vllai Hysenit u plagos Adem Said Alia. Për vdekje, ka dek mas 14 ditën në Trinagllov. A diti kanë shku molet e tona, kanë lëtë e Karabit. Kur kanë shku në Trinagllov, ka net 14 ditë, mas 14 ditë ka dek Ademi. Bari Gjakli edhe Adem Glavica i kanë qu fjallë Hysenit, hajde nismi se s'kena më këtë në vend, se hypi komunizmi në fuqi. Hyseni ju ka thonë, nuk muj, se më ne kom para vdekjes. Ata e njës një ditë për para, po këta kanë mëria 15 ditë për para atyne.
Si ka dhe akademi, e kanë vorros edhe me 15 nëndor, 1945 e kanë shu Kosovën, ja kanë sy Greqijës. Komunistat e Jugoslavijës edhe të Greqijës e shumë pas marrë vesh në vetë. Edhe kër i ka shtin atë kampin e madhe atë kryen kanë, si ka i ditë kishës, ja rrëthu në konë në zetë, shumë pas marrë vendim me jura natën edhe me vra krejt. Hajrëllahi ka qenë, i shkon në qytet edhe i kish pas diktu. Kur shkon të shtëpia, aty du me thonë falë, ndërtesën thëtë e lëshojmi, se sonte kanë më kallë krejt kanë më në vra. Ta na si na shqiptarë, dikush, se Hajrëllahi ka 24 vjetë nuk ka pas më shumë. Homërë thë shka dy fëmi, edhe nuk e kanë. Po nga Gjelia, ka met aty, Umerlia ka dalë për aty. Kur e bo sauti një të natës, seftë ja kanë lagë, rrëth e për zidin me benzin, ja kanë shtiv lakën edhe ka kërsit luftët. Aty në ka met Halil Idrizi i vranë si dëshmon në Greqi. Nga Greqia, luftetarët e Hysen Tërpezës kalojnë në Turqi, pastaj në Itali, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani e Angli, ku përsëri organizohen për të ndihmuar bashkimin kombëtar. 66 vjetë jemi me Amerikën, edhe vorët e tona sot i kena në Amerikë, në Gjermani e onomon Evropës. Hajrëllahi Baftia, Ahmeti jenë vendosë në Gjermani për Italijës. Hakia dhe Huseni kanë shku në Amerikë. Edhe Hakia nuk e ka shku Amerikën, Huseni e ka shku kalujtë në Gjermani herë në Amerikë. Në Tërpez, familjet e mbetura patësotët e shtëpisë, grajë të pardhmëri. 3 familjet kena metë në vrugë, familjen e Husenit edhe të Ahmetit, e ka morë Jakub Azizi, e ka shumë shpejt vetë, neve në ka morë qëri majdare. Afër 8 vjetë kena bërë të qërimi, dimit kena fjetë në artë love, verës kemi fjetë në koridonalt. E konë pika noshën, pak që ngosht. Familjen e Husenit dhe të Ahmetit e 4 vjetë të Azizi. Mas 4 vjetë i ka morë Ali Arifi, edhe aty i kanë bo 4 vjetë, u bo në 8.